Atje ku është Luizelli, është gjithmonë dhe vëmendja, dhe këtë e dim tashmë shumë mirë. Por së fundmi duket se ish fituesi i edicionit të dytë të shtëpisë më të famshme Luizelli ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje përballë gjithë zhurmës që po bëhet rreth emrit të tij, veçanërisht pas krahasimeve me fituesin e këtij viti, Gjestin. Në një postim të fundit në Instagram, Luizi ka ndarë një mesazh që ka ndezur rrjetin. Nganjëherë përgjigjet më të thella janë ato që si themi kurrë. Ai që kërkon përgjigjen në çdo fjalë se kupton fuqinë e heshtjes. Komentet e ndjekësve nuk kanë munguar. Me 10 rafanca janë hedhur në mbrojtjet e tij duke theksuar se Luizi është i pazaventësueshëm dhe asnjë tjetër nuk mund të ketë atë energji dhe karizëm që ai solli në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ndërkohë Luizi duket se i ka kthyer shpinën zhurmës mediatike dhe është fokusuar totalisht në projektet e tij muzikore, që përkorrin sukses pas suksesi, si dhe në jetën e tij private, pranë familjes së vogël që ai ka krijuar.